Mirë, jemi kthyer në akuzë, do të flasim sot për një ngjarje të rëndë që ka ndodhur këto ditë në kryeqytet. Jemi bërë si samurajt. Bile samurajt kur përdornin shpatën kishin respekt për shpatën, kurse ne kur përdorim thikën nuk dim se çfarë bën ajo thika që merr një jetë brenda të qindës së sekondës. Dhe sa vdekje u regjistrua në Tiranë para 2-3 ditësh? Gjithë dita kishte 5 vdekje. Gjithë dita, në të gjitha dimensionet. Por, para se ta ftoj një mike tonë të dashur për të bërë akuzën... E cila në fakt ka mbritur në studio. Po, para se të filloj me akuzën, dua t'ju vë në dieni se kemi një kafe fantastike, që quhet kafe Nam Nam. Michelin. Po, është një Michel, pra nuk është një kafe, por është një përzierje kafesh, ka dhe kafe arabike brenda. Kyçar që të shkoni në një vend, kërkoni kafe Nam Nam. Sa herë në ditë pi kafe ti? Se unë ja 5 kafe i... Rumbullos. Po, gjithë ditën. Po, se ajo, në fakt, nuk të ta kishe Nam Nam, po të kishe Nam. Se ti pi 5 kafe. Kemi dhe një lajm tjetër. Ky është lajm i mirë në fakt, sepse Unionet, Western Union, festojnë 30 vjetorin e tyre, që na viti 1995, një urë lidhse midis shqiptarëve dhe botës. Ka bashkuar shqiptarët kudo që ndodhen, Ornella. Pra, një arritje jashtëzakonshme. Dhe sot, Unionet, Western Union ka hyrë në erën digjitale. Me UPay, bën me dhjetra transaksione nga më të pa imagjinueshme, me një celular, mbaron... Në ardhur pranë gjithë shqiptarëve. Po, dhe prandaj dhe falenderon të gjithë shqiptarët, të gjithë bashkëpunëtorët kudo që ndodhen. Dhe ne falenderojmë natyrisht shumë, sepse Unionet Western Union është kudo dhe kurdo vetëm pranë jush. Se vi Barbana tani mes nesh. Se erdhe në bardhazi e dashur. Shpate që u trazove, shpate që u shqetësove, që të hipën nervat. Të gjithë u trazuam të gjithë. Shiko, të vritesh, të vdesin 5 veta, brenda pak orëve, kot. Populli thot për Mustajit dhe Qelos, por nuk është. I kalon të Mustajit dhe Qelos, dhe ajo revolta ime është revolta e mendoj që shumë qytetari, po thoj se gjithë shqiptarët janë revoltuar, po revolta vjen në format ndryshme. Unë e shpreha në një formë që është vetëdjej. Akuza juaj. Kujt i drejtohet kjo akuzë? Akuza ime i drejtohet në radhë të parë neve, populli shqiptar. Ne jemi aktorët, duhet jemi më pak gjak nxe, duhet përmbahemi. Jo, nuk është çështja gjak nxe, duhet kemi tru. Në të gjitha gjërat kemi tru. Po s'besoj se s'kemi tru tani. Jo, nuk i vëm në përdorim ashtu si që duhet. Nuk e vëm tru. Për të mirën tonë, sepse duke patur tru në kuptimin që ti e mendon, cila është pasoja. Këtë e kemi prekosh që e reflektojmë që se kemi vënë trurin në veprim. Dhe akuza ime është për të gjithë shqiptarët që vdesin dhe vrasin për gjërat më të kota. Nuk vrasin për ideale, për një qëllim të caktuar, sepse mund të vrasësh, njeriu në gjithë jetën e tij ka ca gjëra për cilat edhe mund të sakrifikohet, mund t'japi dhe jetën. Dhe me një bindje shumë të mund të vrasi një armik, sepse kjo armik i ka bërë diçka shumë të rëndë. I ka shkaturuar jetën, i ka vrarë familjen, nuk e di do me thënë, për shembull, mund të sjellë shembull, unë nuk e di, po t'isha burr ose djalë në 90-ën dhe të më kishin torturuar familjen, disa element të sigurimit, unë mund t'i kisha vrarë, po t'isha djallë, në një moshë caktuar e tjerë. Nuk ndodhi nga asnjë nga këto plasat. Nuk e di pse, atrofizimi... Kjo pikë si atërshme, sepse vërtet shumë njerëz... Por, ka diçka që lidh të kaluar me të tashmen. Flas gjithmonë për popullin. Sepse kurse ke bërë njeriu i ri që prodhoi Verogja, jemi ne. Jemi ne Brezion, ne jemi njeriu i ri që. Por ne lindëm ca fëmijë që ishim brez i ri dhe nuk është e mësuam me këto zakone, a? Absolutisht, nuk e mësuam. Ne u përpoqim mos i mësojmë, unë flas për pjesën më të shëndosh të shoqërisë shqiptare. Patjetër. Nuk i edukoj me urrëtie, dhe për mua, edhe të vrasësh, edhe ato që të bëjnë gjë nuk ka vlerë më, se iku. Por qa po e bën? Por, për idealet të mdhaja, që janë idealet të liris, të zhvillimit, të nderit, që janë, sot duken, ose e çmendur të thonë, kush më dëgjon, ose je Don Kishote.
Po jo, janë ca gjëra shumë të mdhaja që kanë ngelur në historinë e përboçme dhe janë edhe sot janë në shumë vende janë. Me gjithë ndryshimet që ka psu gjithë bota, se bota nuk është më siç ka qenë, absolutisht. Kemi rastin e Avni Rustemit për shembull, që mendoj që vrau tradhtim ose s'po i hy arsyeve, por që është vlerësuar nga populli. Vlerësuar nga ne, po ne kemi patur eroj shumë. Edhe në luftën, ca thonë lufta ishte pa drejt, ca thonë që s'ka eroj, por ne kemi patur eroj, ajtë sa, në një vënd. Tashi, 4 vrasje, brenda një dite, për motivet më banale, do me thënë. Jo, nuk i thonë shumë banale, i thonë të dopta. Mirë, kjo duhet e qur njerë. Po na morim qaf njerë. Po, kjo dhe... Si qiftet kur ndajnë nga njëri tjetëri, pëse ndahesh për motivet dopta, ose kur e vrasin gratë dhe thonë vrasi pasioni. Dhe këtë e thotë, një gazetar kur raporton, jo tani, po flasim për këto janë smundet e vjetër të mos profesionalizmi, se tani është mësuar qikë ajo. Por gjithmonë, do me thënë, shqiptarët kanë vrarë gratë, po pse kanë vrarë gratë? Po i kanë vrarë kotë më, a i në Durrës rasit Durrësit me 6 fëmijë, po pse e vrave, pyeti prokurori, po s'më ngrohu gjellën, do me thënë. Shikoj, të mërë. Dhe gjo qaka, të vrasësh gruan, për çdo lloj motivi, është gruaja nëna e fëmijëve tu, e para. Është ajo që ti e ke dashur, ke flet në krevat, s'mund ta vrasësh. Ka 500.000 rrugë dhe ne jemi shqyrë duke folur 30 vjet që flasim. Kush se do, është normale mos ta duash, është normale që ajo të ka bërë një të keqe, të ka tradhtuar, ta supozojmë, se këtu shqiptarët vrasin për nder, e quajnë nder këtë, dhe vrasin. Ndërkohë që kemi me qindra vrasje dhe Erioni e di më mirë, që janë vrarë për parkime, për makinë, për pasqyrat e makinave. Këto janë akuza. Me thonë të vrasësh kot. Ai tjetri shkon dhe vret turistin. Dhe si e vret? Dhe këtu unë akuzoj komunitetin atje, policin, akuzoj bashkin. Janë 3, do me thënë, komunitete, le ti themi, komuniteti Berata, si njerëzve atje Berata. E dini që ky është i smur, paka shumë. Jo i smur, po njeri me probleme mendore të thella. E dini që ka qenë i dënuar 25 vjet në Greqi. E dini që kishte ndëruar emrin. Madje kishin shkuar dhe më tej, kishin lemruar bashkini, kishin thënë se ky njeri ka këto të dhëna. Edhe ai kishte bërë ca dëme në komunitet atje. Dhe prap ishin të rrequr, policia s'ja kishte varë, bashkia s'ja kishte varë, derisa u bë hataja. Të vrasësh një baba 40 vjeç, 42 sa ishte në sy të fëmijëve. Në sy të fëmijëve. Për çfarë? Për çfarë? Për kot. Do me thënë, kjo është një akuzë për ne. Indiferentizmi, mungesa e reagimit, moj për gjërat më të vogla. Se ne nuk jemi indiferent për llafe, për thashë. Jo, ne jemi indiferent qiko. Ne jemi të thekur për këto. Ne vdesin marim vesh me këshkoj komshia, qa bëri komshiu, është reagimi qytetar, ne jemi vënd i parë dhe i vetëm në botë që reagimin qytetar e kemi 0. Mua më kujtohet, kam punuar 20 vjet me partnerë zviceran dhe shkoja shpesh. Kur kam shkuar në fillim, më kujtohet, ishin 2 shqiptar, nuk po i them se ishin njerëz që vinin nga ne, njëri ishte shoferi, e tjere, nuk ka rëndësi. Më falni, a i bështyu në tokë. Janë këthyr 2 zonja në moshë të thyr, dhe nuk kalon fjalë gjermanisht pa i thënë, do me thënë, sepse është një reagim total. Ose shkonim ne shifnim peshkujt në liçenin e Zyriut, ishim të iku, nuk të lejnë, reagon, më janë qytetari, është qytetari. Ne po flasim për gjërat më të vogla, për plerat, për këto. A e kuptoni ku qarë krasimi po bëjmë? Tjetër, djali vret babaj në Durrës. Kjo është akuz për shtetin. Pse? Qa lidhje ka shteti këtu? Po ka një lidhje, moj, se politika e emigrimit të gjithë të rive, ikni, ky vënd s'është për ju. Atje është mrekullia, Europa, bota, po nuk është mrekulli, bota. Shtëpia jote është mrekulli, shtëpia botës nuk është mrekulli. Dhe këto të ri që shkojnë atje dhe që zgjejnë atë që kanë menduar, nuk qej parajsën, se vetë jeta s'është parajsë, do luftosh për të ngritur diçka. Ato vinë të depresuar, të smur, kthehet në shtëpi ai. Babai është i lodhur nga gjithë jeta, nga gjithë përpjekjet, nga pocaqia ku jeton.
Nuk ka, e shef të birin duke ngrënë dhe mendojnë që ky derë pa habukën time, ky duhet punoj, a e kupton? Dhe ja, u bë gjëma. Prau, djali, babaj. Iku dhe ky rasti. Kemi rasti ne, sa se u bën shumë rasti. Kamarierit. Makina, kamarierit? Kamarierit, qa ndodh? Nuk është çështja e sallamit, fare. Edhe këtu akuzoj ne, komunitetin, punojësit, të gjithë atje, ne jemi indiferent, sepse puna në skuadër, në një biznes... Qa duhet të kishin bërë ato punojësit? Qarë duhet të kishin bërë? Shiko, është shumë e thjeshtë. Ne i njojmë punojësit, kemi punojësit në ndërmarje, ju këtu gjithë. Ne jemi si një familje, në punë një familje dhe gjithë ne kuptojmë njëri tjetrin kur ka ardhë me nerva, kur ke bërë fjallë shpi, kur ke një halë, etjere. Ato e kanë kuptuar që këto dy njerëz kanë patur një halë, se nuk erdi thika ashu, pa pritmas. Si rufe. Fluturoj pa dashur. Absolutisht. Ka qënë shkak dhe pasoj. Pasoja ka qënë thika, shkaku ka qënë ndonjë gjë, janë kapur diku. Kishin ko diku që grindeshin. Ose kam patur shërë të mbartur. Po kam patur më të shkaj, se ishin kolegë. Kolegët e tjerë nuk dinin asgjë, po njëri u flet. Miro se vim tani se mua më ka ndodhur. Ka dhe ca njerëz që plasin si bomboj. Jo, nuk është, asgjë nuk nuk e beson të erion, do në ka të njërës që jo, unë e kuptoj. Janë kështu si minë me sahate, kupton? Minë me sahate nuk ndjem, kur unë jam duke pirë një kafe në një lokal, dhe vjen një mafioz ose një i çmendur dhe godet me armë atë pikën që ka dashur të godasë dhe mua. Kjo është në rufe. Të tjera, këto nuk janë rufe. Se s'kanë qënë 10 shere që janë apur nga Instagrami, nga Facebooku dhe janë zbrazur në për lokale pastaj? Po nuk janë rufe. Ku ke qënë ti prezent në ati qëtësin tënde ose dikush tjetër me... Pikërisht, pra nuk janë prezent, nuk janë rufe këto gjëra. Janë, do me thënë, akuza është e tëra ndaj nesh edukimit. Drejtohu kamerës dhe thu edhe njëra akuzën dhe kujti drejtohesh? Akuza shqiptarët vrasin. Grast. Për asgjë. Vrasin njëri tjetrin për asgjë. Për makinën, për pasqyrën, për gardhin. Ne kemi punuar me gjakmarrje, na vrarë për një gomar që ngri barin e komshiut, u vrarë 5 veta. Ka qenë në fshatat e Lezhës. Kjo e kam të jetuar. Shqiptarët vriten duke ngrënë bukë, për asë një gjë, për asë një motiv. Shqiptarët nuk vriten për ideale. Shqiptarët nuk kanë ideale. Më vjen keq ta them. Se s'munda përgjithsoj. E konicës që shqiptari për një plesh Djegë Jorganin. Djegë Jorganin. Shqiptarët vdesin dhe vriten për marzira. Se kjo është një marzi, të marrësh jetën e tjetrit. Dhe unë këtu besoj çelësi të gjithave janë dy. është shteti dhe edukimi. Nga ana tjetër, mund të sjell një paralelizëm, se më pëlqen ta sjell. Para 3 muash, një qytetar shkodran, punonjës si OSCE-s, shpëtoi 2 fëmijë nga liçeni në mbytje. Ishin duke u mbytur. Shpëtoi fëmijët dhe vetë qëndroi në koma 3 muaj dhe vdiq. Ky qytetar, shteti këtë qytetar, duhet ta bënte hero, 1. Duhet të bëjë një bus në mes të Shkodrës, 2. Duhet që shteti, familjes së këtij qytetari, t'i siguroj fëmijëve gjithë jetën dhe pension. Kjo është edukimi. Ky është shteti që mua të m'japi një shembull në këtë krizë depresive. Ne duhet të ngrejmë të paktën vlerat e njerëzve. Falenderojmë shumë Sevimin e dashur. Edhe unë e falenderoj, po para se ta mbyllim këtë temë, dua të bëj unë një falenderim për popullin e Vlorës. Pse çka ka bërë populli i Vlorës? Populli i Vlorës, që është një qytet dhe një vend që e njeh dhimbjen dhe dita respektoj dhimbjen, dhe këtë mund ta them me bindje të plot. Ka manifestuar sot me mira të rinj, qytetar të shqetësuar dhe gjej rastin për vrasjen e djalit. 17 vjeç, se ai ishte me 17 vjeç. Dhe mirë që dolën, por kanë bërë një thirrje për kujdes, për të mos e bërë më këtë marrëzi, për ta vënë dhe unë jam pranë tyre në këto momente dhe pranë familjes, por doja ta thosha këtë si një akt pozitiv të jashtëzakonshëm. Më ka ndodhur 2-3 raste që kanë parë në Shkodër ose ka ndodhur kjo, ose në Durrës, po vetëm në pak raste ka ndodhur një manifestim kaq i madh
i solidariteti si i dhimbjes njerëzore, po dhe i nevojës. Se është e disa ta erë. Vëreni këmbën në fren. Ju të pa frena, se duke shkatruar jetën e tjetrit, keni shkatruar jetën tuaj dhe të familjeve tuaja. Mira, i që iku, po dhe ju keni ikur. Mund të mos shpëtoni në burë, mund të shpëtoni. Me 1000 arsye mund të shpëtoni. Po paqe në jetën tuaj s'ka për të gjetur kur. Ajo fantazme, ati fëmijë 17 vjeç do të dali tër jetën për para. Se për një budallëk aty që s'di qa bën, merr një jetë, shkatron një familje, dhe unë e kam thënë, që një krim është vetëm një parathënje. Pra, personi Beraci që vrau turistin, sa vet ka vrarë me një dorë? Ka vrarë vetën e vetë, ka vrarë fëmijët e ati që vrau, gruan ati që vrau, prindrit ati që vrau, prindrit e vetë, gjithë njerëzit e vetë. Kështu që një gjest ishte edhe protesta e Lorës. Shumë e rastin. Sevim, ne të dy do të shkojmë sepse Erjoni do të mbylli bardhëzinë e sotme me monologun e tij të shkëlqyer.